Aksidentoi dje në mesditë 78 vjeçari në fshatin Shën e Premte Divjak. Policia arrestoi drejtuesin e automjetit shtetasin AD 20 vjeç për veprën penale, shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Specialistët e qarkullimit rrugor gjithashtu arrestuan në flagrancë shtetasin EB 47 vjeç banues në Lushnjë, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi dhe në gjendje të dehur, dhe shtetasin DK 35 vjeç po banues në Lushnjë, pasi ditën e djeshme në fshatin Gradisht, automjeti që drejtonte është përplasur me biçikletën që drejtoi nga shtetasi RH 75 vjeç, i cili ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Policia e Divjakës arrestoi në flagrancë edhe shtetasit KD 63 vjeç banues në Çerm Divjak, pasi ka goditur me grushte dhe ka kanosur me mjete të forta një shtetas 32 vjeç. Referoi materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AH 43 vjeç banues në Divjak, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj ish bashkëshortes së tij. Edhe referoi materialet në prokurori për vlerësim pasi ditën e djeshme në fshatin Çerm sektor në ecje sipër, si pasojë një shkëndije elektrike, ka marrë flak automjeti me drejtues shtetasin KD, ku përpasoi pati vetëm dëme materiale. Policia e Fierit pas transmetimit në emisionin investigativ fiksfare të rastit ku shfaqet një mjek duke marrë një shumë parash për një operacion që kishte kryer, specialistët për hetimin e krimeve ekonomike financiare referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin MS 64 vjeç, banues në Fier, mjek në spitalin rajonal Fier, për veprën penale korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.